Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, vetëm prej tij falje, ndihmë, strehim dhe udhëzim kërkojmë. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësitë dhe për begatit e panumërta që na i ka dhuru, që në Islam na ka udhëzu dhe me Islam na ka nderu. E pasi që falenderojmë Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta, ja dërgojmë vulës profetësisë Zotriut njerëzisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme dhe fisnike, shokëve të tij, bujar dhe besnik, neve dhe gjithë atyre që vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij deri në ditën kur do të dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të nderuam, ka disa gjëra në jetë që njeriu nuk ja din vlerën, përderisa ato i ka. Mirë po, kur ato largohen, zemra në mbushet me mall. Njëjtë sikur ai mysafiri i zemrës kur vjen në shtëpinë tonë, para se me ardh e përgatisim shtëpinë, e pastrom mënyrën që ai mi gjet më të bukurën. Mirë po, nëse ai qëndron një kohë pak më të gjatë në shtëpinë tonë, fillom dhe mësohena me te dhe mas një kohë nuk na bën më përshtypje shumë. Mirë po, përsëri pasi që ai largohet nga shtëpia jon, neve na merr malli për të. E i tillë është edhe Ramazani. Erdhi si një mysafir i nderuar në shtëpiat tona, me mëshirë, me falje, me Kur'an, me iftare dhe me syfyre, me sejdë të gjata, me iftare të përbashkëta. Mirë po tani edhe pak është koha kur ky musafir po largohet nga ne. Dhe pyetja që duhet me ja bë secili vetes është se jo kur po largohet, mirë po si po largohet dhe çfarë morri ky musafir nga veprat tona. Sa ndryshuam ne në këtë Ramazan. Sepse ka njerëz, vëllezër të nderuam, që vjen Ramazani dhe ikën Ramazani, mirë po ato mbesin të njëjtë. E ndoshta edhe më shumë përkeqësohen. Mirë po ka njerëz që vjen Ramazani dhe kur del Ramazani ato dalin si njerëz të rinj. Dhe shembulli i këtyre dhe njerëzve është sikur toka. Pra shiu bjen në dy toka të ndryshme. Në njërin çelin lulet, ndërsa në tjetrën mbetet e thatë. E i tillë o vëllezër të nderuam është edhe njeriu. Allahu subhanahu wa ta'ala këtë muj e ka ba shkollë për zemrat tona. E ka ba shkollë me shumë lëndë, shkollë me shumë mësime. Njeriu kur po i kalon ka net në ibadet, në adhurim, me ballin në sejdë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, po e kupton ka që njeriu nuk u mjafton ka veç me ushqimin e barkut. Mirë po, me do e mos po ju nevojit ka edhe ushqimi i shpirtit. Njeriu kur pa rrin ka pa hangër, po e kupton ka ndjenjën e të varfërit. Njeriu kur po urun ka nga fjalët e këqija në këtë muj, po u mëson ka se mundet edhe me jetu me fjalë të mira. Ne vëllezër të nderuam, u zgjuam në namaz pra që të kujtojmë se zemrat tona me do e mos e kërkojnë lidhjen me Allahun subhanahu wa ta'ala. Krijesa e kërkon me do e mos lidhjen me krijuesin. Prandaj në këtë muj njeriu duhet me marrë mësimet ndaja, sepse dietarët kanë thënë, nëse pas Ramazanit e gjen vejdin më të butë, e gjen vejdin më të mirë, e gjen vejdin më të devotshëm, më afër urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala, aty mundesh me kuptu se Ramazani ka lënë shenjë në zemrën tënde. Mirë po nëse pas Ramazanit e gjen veten të njëjtë si ke qenë, atëherë ai Ramazan nuk ka pas ndihmë ty dhe kjo lën me kuptu se vështira i Ramazan
që ne kemi bë është pranu tek Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuam, në fund të çdo pune vjen shpërblimi. Njëjtë sikurse ai punëtori që punon një muaj dhe në fund e merr rrogën. E i tillë është edhe Ramazani. Për atë njeri që ka punu për hir të Allahut subhanahu wa taala këtë një muaj. Në atë njeri që qëllimin kryesor e ka pas fitimin e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala, në fund të muajit vjen shpërblimi. E nuk ka shpërblim me emër tjetër për këtë muaj, përveç se xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Allahu na mundsov gjithëve. Por mendoni o vëllezër të nderuam, një njeri i cili me vitet tëra për 20-30 vite mundohet dhe gryn për me gjetë një diamant, se e ka një gjuhë që një atë vend gjendet diamanti. Mirë po asesi nuk arrin deri ke ai. Dhe ndoshta 20-30 vite është mundu, mirë po ka mrit shumë afër ti, por ai nuk e shef. Dhe në fund, para se me mrit, ndoshta i ka met një kohë e shkurt fare, mirë po dorëzohet. Thot nëse nuk kam mujt, mi gjetë deri tash nuk kam e mujt as ma vonë. E i tillë është edhe shembulli jonë. Na kemi punu gjatë këtij muajit Ramazanit. Mirë po tash, ka fundi, lodhemi gjithë. Dhe thom, kena punu ball, nëse e kena fitu xhennetin, mirë elhamdulillah. Nëse se kena fitu, inshallah, e fitom Ramazanin tjetër. Mirë po vëllezër të nderuam, shembulli i besimtarit nuk duhet të jetë kështu. Nuk duhet bëhemi si ajo lopa që e bën tamlin dhe në fund i bjen shjel me derdhën tanë të mirën që ka bë. Mirë po, duhet t'i napim gas pra edhe ma shumë se sa që i kemi dhënë fillim. Nuk duhemi mi shiku se aja shumica e Ramazanit ka kalu. Nuk duhemi mi marrë kështu dhe ka mbet pakica. Mirë po duhemi mi shiku se për këta net që kajnë met një zemër e sinqert që bjen sesh dhe Allahu subhanahu wa taala dhe da dur sinqerta që qohen ka qielli dhe lusin Allahun subhanahu wa taala, mundën mu ba sebeb që njeriut me ndryshu jetën. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kërkoni natën e Kadrit në 10 e fundit të Ramazanit. Nëse dikush tha prej jush do psohet, nëse dikush prej jush nuk ka mundësi është lodh, atëherë tha le të mos mposhtet, mos ta humbi mundësin, mirë po të vazhdojnë dhe ta kërkojnë atë. Sepse vëllezër të nderuam, në Islam rëndësi të madhe ka se si i përfundon veprat. Jo fillimi, mirë po fundi. Se si e ke përmbyll atë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot innamal a'malu bil khawatim. Veprat shikohen si mas fundit të tyne. Andaj fundi, këtë që jemi tash, është më i rëndësishëm se fillimi. Është më i rëndësishëm o vëllezër të nderuam, sepse në këto 10 ditë gjendet nata e Kadrit, për të cilën Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e ka zbrit një sure të plot me 5 ajete ku ka zbrit në Mekë. Allahu subhanahu wa taala ka kriju gjithçka dhe në mesin e krijesave Allahu ka përzgjedh njerëz të dallum. Allahu subhanahu wa taala ka kriju vitet dhe në mesin e viteve ka kriju muaj të dallum. Në mesin e muajve ka kriju ditë të dallum. Në mesin e ditëve ka kriju natë të dallume, ajo është nata e Kadrit. Ku thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne atë pra Kur'anin e kemi zbrit kur? E kemi zbrit në natën e Kadrit. E pse është emri i tillë pra Kadr? Çka do me thonë kja? Është i tillë o vëllezër të nderuam, sepse kjo natë është natë gjykimi, është natë vlerësimi. Në këtë natë caktohet risku i njeriut për vjetën që do të vijë. Në këtë natë caktohet jeta dhe vdekja. Në këtë natë shkruhen ngjarjet që kanë me ndodhë gjatë vitit. Dhe në këtë natë shkruhet, pra me laiket e zbatojnë, se këto janë shkru mona qysh, pra 50.000 vite para krijimit njerëzit, mirë po me laiket i vujnë në zbatim se kush ka me lind dhe kush ka me vdek gjatë atij viti.
për atë është nata e Kadrit. Wa ma adraka lejletul Qadr. Dhe çfarë është kjo nata e Kadrit, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit, thot, një natë është më e vlefshme, thot, se 1000 muaj. Për afërsisht 83 vite e 4 muaj. E kjo është edhe më e vlefshme se kaq. E si e till e ka marrë emrin se një njeri, pra ka zbrit si e till sepse një njeri nga Benu Israil kishte luftu për 1000 vite në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Për 1000 vite kishte luftu kë njeri e Allahu subhanahu wa taala kur e zbriti këtë sure, e bari krahasimin pra me atë luftimin që ka baj, tha Allahu subhanahu wa taala, kjo është edhe më e vlefshme se 1000 vite. Ai 1000 vite kishte luftu në rrugën e Allahut, Allahu tha kjo natë është më e vlefshme se 1000 vite. Pra nëse kemi arrit një vit natën e Kadrit në adhurim dhe ibadet, është sikur kemi arrit 83 vite e 4 muaj. Nëse kemi arrit 2 vite natën e Kadrit, është sikur kemi arrit 166 vite. Nëse kemi arrit 10 vjet natën e Kadrit, është sikur kemi arrit 830 vite. Para mendoni o vëllezër të nderuar, një sejdë e ke bë në atë natë, e sa të shkruhet thuse e ke bë atë. Dhe vazhdon Allahu subhanahu wa taala dhe thot: Lejletul Qadri khairu min alfi shahr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Në atë natë, thot Allahu subhanahu wa taala, zbresin melaikat. War-ruhu fiha. Dhe në mesin e melaikave është kryesori i tyne, që është Gjibrili alayhis salam. E që do të thot o vëllezër të nderuar se në këtë natë madhështore, banorët e tokës i kajnë mysafir kënd, mysafir i kajnë banorët e qiellit, i kajnë melaikat. E për atë thot Allahu subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Për atë thot kja natë është paqe, është mëshirë deri sa të vi agimi. Andaj vëllezër të nderuar, të bëhemi të kujdesshëm se si dhe në çfarë gjendje e presim këtë natë. Nëse e kemi shtu adhurimin në këtë muaj, andaj duhemi mi shtu edhe ma shumë në këto 10 ditë. Nëse i kemi shtu lutjet në këtë muaj, duhemi mi shtu edhe ma shumë në këto 10 ditë, sepse në këto mund të gjendet kjo natë. Prandaj, këto ditë dhe këto net të fundit janë shumë të çmuara. Para mendoni një tregtar që punon gjatë gjithë jetës tij me fitu, dhe sikur atij t'i thuhet, një natë nëse keme punu, kemi fitu tanet pasunin që mundohesh mi fitu gjatë gjithë jetës tane edhe ma shumë. A u kishte zgjuar atë natë? Normal që u kishte zgjuar. Andaj o vëllezër të nderuar, na shumë net i kena kalu në për punë, shumë net i kena kalu pa afjet në për udhëtime, shumë net i kemi kalu pa afjet në për biseda. E si mos ta kalojmë këtë natë zgjumën për hir të Allahut subhanahu wa taala, kur pa e marrim vesh se çfarë vlere ka kjo natë tek Allahu subhanahu wa taala. E prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qama lejletul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbik. Kush tha e zgjon natën e Kadrit me adhurim, me ibadet dhe me shpresë që Allahu ka me ia fal mëkatet, Allahu thot atij njeri ka me ia fal gjitha mëkatet që i ka bë në të kaluamën. Andaj o vëllezër të nderuar, kjo është një natë, mirë po një natë që mundet me ndryshu jetën tonë në këtë botë, mirë po mundet me ndryshu edhe ahiretin. Para se të largohet Ramazani, na mbetën edhe një amanet. Ajo është sadakaja e fitrit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ajo është pastrim për agjërusin dhe ushqim i të varfrit. Na nuk mundemi agjërimin mi mbrojt pra pa bë asnjë mëkat. Normal që gjatë agjërimit kemi bë mëkate të ndryshme, jemi njollos me mëkate të ndryshme, për atë Allahu subhanahu wa taala e ka bë pra sadakatul fitr. Para se
japim na këtë dhurat tek Allahu subhanahu wa taala, para se japim veprat tona tek Allahu subhanahu wa taala, mi pastru ata. E për këtë është o vëllezër të nderuam sadakatul fitri që duhet jepet para se vjen Bajrami. Ndërsa ai që e nep kur ka ardhur Bajrami, ajo ma nuk njihet si sadakaja e fitrit, mirë po njihet si sadaka e thjesht. Dhe në fund o vëllezër të nderuam, ta pyesim veten se cili nga ne kur të kaloj Bajrami, kur të kthehemi në ritmin e jetës që kemi qenë më herët, a do të mbetet diçka nga Ramazani në zemrat tona? A do të mbetet namazi që e kemi bërë gjatë këtij muaji? A do të mbetet fjala e mirë që jemi mësuar mi thonë gjatë këtij muaji? A do të mbetet dashuria për Kur'anin që e kemi pas gjatë këtij muaji? Sepse shenja më e bukur e pranimit të Ramazanit është që ato vepra që i ke bërë në Ramazan kemi vazhdu edhe pas tij. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na pranoj agjërimin ton. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na pranoj namazet tona dhe lutjet tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na i fal gabimet tona dhe të na i pastroj zemrat tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej atyne që arrin natën e Kadrit, mirë po jo kaq dhe fitojnë faljen e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allah